për çfarë kemi ardhur? Për të ngrënë apo për të Kemi ardhur për Rudi më gropose me këta. Përshëndetje, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Çfarë sysht bukur kemi suada, po më shikon suada që kam në sfond. Shisi është e lutë. Miq, sigurisht na gjeni në çdo rrjet social, Instagram, Facebook, TikTok. Prandaj dhe juftoj të na bëni follow dhe sigurisht në kanalin ton në YouTube për të parë gjitha intervistat e plota Flak Fare. Mjafton një subscribe, na ndihmoni shumë për të viewer, për të prodhuar content. Sigurisht duhet të harroj sponsorët e mi. Argjendari Donaldo e gjeni përballë qendrës Top Tani me bizhu shumë cilësore, dizajnet veçanta dhe sigurisht çmime fantastike. Go Plus, mos harroni lojën Go Plus gëzuar njerëz të gjithëve. Joni ka filluar të grumbulloj nga këto kodin promocional të kanaçeve. Bëni 100 tilla dhe fitoni një makinë avatar 2 kush me fat sigurisht 55.000 euro, por kujtoj edhe një herë shifrën. Kodigo Tequila që ndodhet pranë nesh dhe sigurisht sallamet tona me shije dhe produkte të ndryshme për gjithë turizmin shqiptar. Shkojmë tek e ftuar e cila është një personazh që para se të fillonim më komplimentoj. More, ma ka ngrit humorin maksimum. Është aq pozitive me ata sytë e saj të bukur, bëqella. Jeshilt. Si dushti. Jonida Sheu, miq. Jonida Sheu, shumë faleminderit që pranoi ftesën. Është shumë sfidë me thënë të vërtetën që ta bëjnë këtë. Prandaj dhe të komplimentoj dy fish. E kam parë, e kam dëgjuar, tani sot është rada ta provoj. Po mos prit që unë kam ardhur këtu të vdes. Domethënë, do mundohem të ruaj veten. Ti çoje aq sa mund ta çosh. Po. Më kupton, nuk e detyruar ta çosh deri në fund. Do mundohem që të ketë jetë edhe pas podcastit. Absolutisht. Unë po të them disa informacione, të gjithë ftuarit kanë jetuar pas podcastit. Kanë jetuar. Të gjithë kanë jetuar. I vetmi në 29 sapo shkojmë të ftuar deri më sot që nuk e ka çuar deri në fund, është Stefi, nga vëllezërit Korçar. Endri nuk mori pjesë, se ishte në kreshëm. Nuk e di sa mund ta besosh këtë gjë, po kështu tha. Më besoj pse jo. Edhe mund të jetë e vërtet. Dhe gjithë tjerët kanë çuar deri në fund, goca dhe çuna, po themi. Nuk e di sa mund të. Bravo, unë nuk jam shumë tolerante ndaj pikanteve, përgjithsisht pikante i përjashtoj nga konsumi, po okay, ka gjithmonë një herë të parë, për ty do ta bëj. Lere tani. Kush gjë më pikante që ke ngrënë në jetë? Po gjë më pikante kur ka rastisur në një spec pikant pa dashje. E ishte kështu metaforike kjo pyetja? Jo. Si ushqim, Si ushqim, po. Me speca. Po më dakord te metaforike, nëse do ishte metaforike, cila do ishte? Gjë më pikante që kam provuar në jetë? Po. Kam provuar shumë gjëra pikante. Po pikante në Tani po bën metaforës. Në konsideratën time, po. Qartë. Shumë gjëra pikante. Që do thotë s'më thua cila është më pikante. Jo. Se të më thuash, gazetaresh, s'përgjigjet, nuk ja këto. Por, gjëja më pikante që mund të provosh Jonida, dhe këtë kam dhe për publikun, është oferta e Majutes, prandaj miq, megjithëse ishim tek pikantet, mos harroni, në Majute gjeni me 0% interes, dhe sigurisht nëse ju kujtohet për sa i përket Halloweenit kishim dhurata nga partnerët e Majutes, nga 3 deri në 5.000 lekë, ndërsa tani vjen Black Friday dhe janë ofertat e nëntorit, kështu që me 0% interes, Jonida mund të interesojë në një kështu me 0% interes. Nuk je tani. Jo, jam me këto pikante të kredive. A pse je vetë një kredimarse? Ma. A ka shqiptar me ndonjë që është kredimarse? Kjo është një nga gjërat me eksperiencat më pikante. A mund ta quash këtë? Po, patjetër. Mund të jetë kjo. Nga ajo që s'ikën djegja për një kohë shumë gjatë. Edhe sa vitat ke ngel ty? Mu më kanë ngel edhe 8 vjet. 8 vjet e hoqi. Edhe 8 vjet po për njërën, për tjetrën një vit e pak. O 2? Pas O, zoti madh. Si e me shëndet njerëz? Po të shoh realisht edhe para se të hynim, ta thash sinqerisht, që dukesh shumë e rigjeneruar. Atëherë dy arsye ka, se ty të dukem e rigjeneruar, ose kur më ke parë në fundit që ka shumë vite që jemi parë në distancë. Po, afër. Kam qenë shumë keq, ose ti prisje të më shifja më keq se ç'më pa. Dhe sensi që prisja që do ishe plagur? Jo, ku nuk e di çfarë, këtë duhet ma thuash ti. Nuk më prisje kaq mirë.
Jo, realisht, unë mendoj se ti je më mirë se qishe. Kur kam qenë e re, kur kam qenë me e vogël. Duhet kem kujdes çfarë vën siklet papa. Jo, unë dua që kur të përgjigjem të kem kuptuar mjaftueshëm. Jo, po tash jam nga sallami. Më mirë tash sallam se tash nga këto tua domun po. Ai gëzuar. Gëzuar. Ti spi nga këto energjike, mirë bën. Ja. Je kujdesshme kështu me ushqimin? Jam shumë. Je gati të provosh një salcë? Po të provoj, po për këtë kam ardhur. Hajde një, me bujrumin me të parën, ja ku je, këtu. E lyej unë të tregoj rrugën. Okej, ta provoj me djath. Provoj me çfarë duash. Okej. Do bësh edhe rrush. Ku aty je me aty jeshilën të filloj. Ne, nga e para nisi. Ajo është me buta. Bie. Po. Hajde inshallah. Oho. Ja, ma. Vajtë, okej. Ha, Si, jo, okej. gjallë. Jam gjallë. Jo, realisht. Nuk është të... Jo. E letë. E pra. Po nuk të gënjeu E let, Suada kur e tham. let. Janë të leta vërtet. Ta dishti që më ka thënë Suada mua. Po pse e ke përgatitur? Nice. Po flisim që të marr pak disa gjëra kështu informacion prej te. Kur the që kujdese me ushqimin kështu me radhë, si ushqehesh ti? Unë ushqem pak. Ban fasting si i madh i vendit për shkak? Mbaj fasting si shumica e njerëzve që e kanë kuptuar që darka nuk është e mirë, jo domosdoshmërisht si i madh i vendit. Okej. Përgjithsisht mund të Shmang mos darkë. dark, po. Ushqimet preferuara kështu që të pëlqejnë? Mishi. Ke qef mishin? Më thuaj një situatë kështu perfekte mishi, si është një steak, Po mish të pjekur ora. helli për shembull. Jo helli, furra. Furrë ke Mishi qef, është qinj, Kec. kec. Qinj pse jo? Po, s'është. Ka më shumë yndyrë. Edhe më shumë herë? Nuk më bezdis era mishit fare, edhe e qinjit, përkundrazi. Jam rritur me atë. Sa po vion intervista aq më shumë po friksohem. Mish ngrënse. Kanë ca pyetje të përgatitura këtu, dhe do nis direkt. Si më shikon ajo. Okej. Nga gazetare në Showgirl. Oh, Po. kush ka bërë të? Nejse, jepi. Nga gazetare në Showgirl për të gjendur. Nëse duhet prezantosh një lajm breaking news për veten tënde, si do ta tingëllonte? Si do ta titulloja lajmin? Si do tingëllonte ky lajmi? Si do tingëllonte lajmi? Po, ose si do titulloj ose si tingëllon, se ti titulloj do ishte tingëllonte, po. Lajm për veten time, që ta bëja unë, dhe ta prezantoja unë, do ishte lajmi më i zakonshëm aty nga fundi i... S'ka asnjë dramë Nga fundi i skaletës. Kam shumë të brëndshme dramat e mia dhe përgjithsisht mundohem që t'i sheshoj, të më duket çdo gjë normale. Edhe çdo gjë jo dhe kaq dramatike. Nuk jam natyrë dramatike. Nuk je? Jo. E kam përshtypjen e çon të tjerëve dramën kupton. Tash Zguxojmë. Sa gjëra do edhe do shpërndahen. Qartë. Është ka atë ligjin e kompensimit pra. Patjetër. Çfarë bën kur je i stresuar, stresoj gjithë tjerët sepse jeta është ekuilibër. Of course. A e bën këtë gjë? Sigurisht, si çdo grua. Po pse thot tjetër gjë, më thot Suada, nuk e bën. Si thot, jo. Jo. Pse si Suada jam dramatike unë, nuk stresoj të tjerët. Po jo, domosdoshmërisht njerëzit që punoj, ka dhe njerëz që... Ai burrë di. Ai burrë di përfundimisht. Vallai atë kisha parasysh. Po nëse shiko, edhe ai nxjerr, domethënë, a nuk është e vërtetë që zakonisht çiftet karikohen nëpër ambientet që punojnë të tjera me radhë, kur vjen fundi ditës i nxjerrin njëri tjetrit, po themi, nuk është. Ai nuk e bën. Ja, nuk e bën, po mua më bezdis fakti që ai nuk e bën. Kur ajo vllaçka. Kur ajo. Po çfarëdo që të bëj ai do të bezdiste më. Jo. Ai është, jeni të kundërt. Përgjithsisht, po, unë përgjithsisht më pëlqen të flas me njerëzit që i kam shumë afër, më pëlqen të flas. Të mira të këqija të flas. Të flas me ton, të flas me seriozitet, ndonjëherë duket sikur jam me nerva, por nuk kam asnjë lloj tendence. Ndonjëherë dhe njerëzit edhe keq kuptojnë, pëlqen të flas. Njeriu gjërat që ka që mendon duhet i thotë. Edhe ndërkohë edhe ballafaqon dhe kupton tjetrin, çfarë ka, çfarë mendon, si ndihet. Edhe secili pastaj në qetësinë e tij. Po, do të thënë ai po të flas për shkakun. Ka ndonjë shpresë që ta dali me ty me të folur? Ai mendon që jo, po unë mendoj që edhe unë mendoj që ka të drejtë, ke të drejtë. Ai duhet të guxoj, ta çoj deri në fund, mos të më duket ndonjëherë si dembelizëm që nuk flet. Do me thënë të debatosh me tjetrin, që argumenti jot të fitoj, edhe ta konsiderosh atë çfarë thot tjetri si mendimin e tij, jo domosdoshmërisht kundër mendimit tënd, është
do pak energji. Dhe kam përshtypjen që ai përton. Edhe I bie shkurt. Nuk kam gjë thot për të thënë. Dakor thot si thua ti. Dhe bën të tjerë. Të tjerë patjetër. Këta njerëz janë papari, kam zgjidhur. Unë se bëj Edhe gjë. unë. Tiranësit si Krahin janë të tillë për shkakun. Nuk është Tiranës. Jo, dakor, po si Krahin për shkakun Tiranësit janë më Si thon po, thon Tiranë, po të tyre, domethënë nuk ka qenë më kokë fortë se Tiranësi për mendimin tim. Nuk I njoh kaq mirë. Unë që njoh shumë për tyre, duket sikur janë kështu, sikur janë të qetë kështu, më bëjnë kokën e tyre domethënë. Po, ne që jemi një çik më impulsiv dhe natyra më sanguine ne nga jugu, mund të debatojmë që të bëjmë atë që duam ne, në fund bëjmë atë çdo tjetër. Po, hapim rrugë. Na e marrin kalan kështu. Patjetër. Pra llaf e kemi. Se kur ti flet, kupton dhe perceptimin e tjetrit. Ja, Suada nuk bie dakord. Si s'bie dakord Suada? Pse s'bie dakord Suada se një diskutim, pse s'bie dakord? Po, të vi Suada tule. Hajde një herë, po tamam. E dyta. Po. Nuk të ta afroj, Rudi. Më këto janë këto pikante që kështë thënë tjetë. Shiko, po ta marrësh si kokainë dhe me dhe nuk djek ajo. E more shumë. Unë besoj këto ti ke për gjithë muajin këto, apo janë vetëm për sot? Vaj, po më bën të ndjem siklet pa parë, më ka vënë para, është 3-0 për... Pse s'më thej që është... Se zakonisht unë kam qenë 2 herë I ftuar te ty, dhe më ke kështu, ma ke llastuar, ma ke bërë qefin se ke pyetur, ke qenë e sjellshme kështu me ata një që e përballë domethënë, po më shuplakos. Se çat kam bërë, ke pasur një pak kënaqësi nga intervistat e mia kur kam qenë I ftuar te Suarea për shkak. Çfarë thash që u mërzite kaq shumë? U mërzita të kursesh salcat nuk është sharje. Është të jesh, domethënë ti jesh me këmbën e tokë. Të kursimi e kishe? Po, unë të thashë marr pak. Se mendoj që, okej, nuk do I futemi tani ti mbarojmë. Ti mbarojmë, e ke për mua në këto vështirësi ekonomike që jetojmë. Ore, ti si nisi, u bë intervista, do ikim fare nga skaleta. Intervista u bë interesante, po. Si nisi kjo dëshira jote për të punuar në media? O, si nisi si... E para si zgjedhja, unë zgjodha të studioja për gazetari. Qartë. Edhe detyrimisht aty nga viti I dytë I fakultetit, ti kupton që duhet të ballafaqohesh me atë çfarë ke zgjedhur të studiosh dhe çfarë do bësh nesër në bazë të atyre studimeve. Edhe ishte pashmangshme që unë punoja në media të kuptoja realisht, a kisha bërë zgjedhjen e dur apo jo, a isha e qartë edhe e vetëdijshme se çfarë rrugë I kisha nisur, edhe kështu fillova. Fillova për të provuar veten, për të testuar veten, për të kuptuar çfarë po studioja. Kur je ndjer më mirë? Ku ndjer se përfaqëson më shumë njeriu unionit, po themi, profesioni? Shiko, ty mund të, domethënë njerëzve mund të duket kështu si shmangje përgjigje ose si një përgjigje e çuditshme, po unë mirë jam ndjer gjithandej të gjërat që kam bërë. Sa artikuluar që je, Me vërtet? Mos bëj kot tani. Jo, nuk po bëj kot. Kur ti merresh me këtë profesion, ka momente që të duket sikur nuk të vijnë fjalët për të shprehur atë gjën që ka mendimin dhe ndjesim brenda. Qartë. Dhe ti ndjesh që nuk të vijnë shpesh? Po ka momente që nuk më vijnë, ka momente që më duket sikur kam humbur fjalorin, ka momente që më duket sikur kam humbur lidhjen midis mendimit, ndjesisë edhe të shprehurit të gjës. Dhe nëse ka një arritje të një njeriu në këtë profesion, është të di të shpreh atë që mendon dhe atë që ndjen shkurt dhe thjesht. Nuk e bëjnë dot të gjithë. Qartë. E shpreha, jam I qartë. Po je shumë e qartë në të përshkruarit se çfarë duhet që ti jesh I qartë në lidhje me këtë. Mundohem, kjo është një nga sfidat e mia më të mëdha. Të bezdisin njerëzit për shembull që janë të qartë në komunikim edhe në të përditshme për shembull. Nuk më bezdis, më lodhin. Sepse më detyrojnë. Jemi korrekt me fjalën. Jo bezdis, lodh. Më lodhin. Nëse të lodh, çfarë ndodh? Nëse më lodh, më detyrojnë që ti bëj shumë pyetje që të arrit ta bëj atë të mundohet të qartësohet dhe unë të marr atë që ai do të thotë. Ke parasysh këtë variantin, këtë shprehjen I humbur në përkthim, lost in translation, njeriu do të thotë një gjë tjetër dhe tjetri përballë kupton një gjë krejtësisht tjetër. Kjo mundot nga intonacioni, mundot nga përdorimi I një fjale në vendin e gabuar. Për shembull, e nis fjalin me një fjalë që e pozicionon tjetrin, ndërkohë që ti në fund fjalisë ke menduar ta nxjerrësh komplet diku tjetër kuptimin dhe kjo më detyron mua për shembull kur jam në intervista apo kur kam qenë në programe të bëj shumë pyetje dhe të gjej me shumë vëmendje dhe të marr pak ndjesit për të kuptuar çfarë ka dashur të thotë. Pse s'më bën një pyetje mua? Pasi të hash sallamin. Më bën një pyetje, çfarë do bëjmë? Si ndihesh ti Rudi tani? Ja, ta bëjmë një këtë... Jemi të treshit e katra. Po të treshit, të treshit. Treshit në sigurisht. Treshit, shishi, fillove tani. Po ti afrojmë, Jona I ka shumë larg, Jona.
Ja se çohem unë, pse të çohet Jonida? Jam bëjmë pyetje si ndihesh, po të them unë për shembull, mirë. Çfarë do të thonë mirë? Mirë në shkuptim. Ja, kjo pastaj prandaj nuk flet burri në shtëpi. Po jo, po ta shiko. Kana nuk flet, se tani nuk do më thuash ti mua si mirë, po mirë mo tani. Po prit më tani mirë është mbyllje bisede. Po mirë mo jam, mirë. Mirë. Jam shumë mirë. Jam shumë mirë mo valla. Po jam shumë mirë mo Jonida. Mirë në kuptim, mirë fizikisht, mirë mendërisht, mirë emocionalisht. Mira është asgjë. Shiko, mirë mo valla, nuk kuptoj, nuk di të analizoj vllai tani fizikisht. Domethënë çfarë të bëj unë tani, shikoj veshkat i kam mirë për shkak. Domethënë ke stres, ke ankth, ke Jo, nuk kam, ato jam mirë. Çfarë të merakosh ti tani në këtë moment? Për shkakun që të shkojmë në intervista që Zemër, më dëgjoj me vëmendje. Të themi ndonjë gjë që të ngelet për klikime, çka ke ti merak? Unë nuk kam shqetësime të tilla, pse mendon për mua Jonida? Unë nuk kam shqetësime të tilla fare. Unë po pyes, nuk po mendoj. Po fakti që pyet do thotë që e mendon pyetjen që do bësh. Pse e mendon atë pyetje që normalisht mendon dhe përgjigjen ti pale? Dua të di gjendjen tënde reale. Pse më pyete me përgjigje? Se pak a shumë ti nuk kuptove që mund ta kishe kuptuar se çfarë mund të shqetësonte mua. Klikimet, them ndonjë gjë kështu. Po atëherë thuaj diçka që do ngelet në këtë emision. Jo. Shef nuk do ta thotë se normalisht. E di pse? Se nuk e di çfarë është gjëja që duhet të ngelet. Jo, si e di. E di këto titujt kështu, e ke parasysh? Janë titull për shembull që mund ngelen, e di ti për shembull. Ja kur humba virgjërin, titull që ngelet, e ke për. Ka shumë, ha. Nuk ngelet ky si titull? Ngelet. Ti sigurisht nuk e bën. Ngelet. Unë e di që ti se bën. Ti e di që unë e di që ti se bën. Ti e ne e bëm tani. Mund ta kem shit, po ti nuk e the. Mund ta shesin si titull këtë suada? Ja kur e humbi virgjërin në Rudi. Ti e bëre, po unë parashikoj mbas ti podcastit, telefonatat. Mo ç'është ky titull? Se shikoj njerëzit nuk. Jo, absolutisht. Në këtë podcast ta dish vetëm një gjë, ta them sinqerisht. Ne nuk kemi shitur asnjë titull thuaj suada. Asnjëherë, asnjë titull interviste, asnjë lajm, asnjë gjë. Asnjëherë s'kem. Që keni mirë me sponsorat. Jemi shumë mirë me sponsorat, sigurisht se mund të shkosh, por sponsorat na vlerësojnë për faktin që ne nuk i keq trajtojmë ftuar. Një episod të javëve të fundit. Kësaj kohe që unë jam shkëputur nga televizioni dhe kam vendosur, i kam dhënë vetes luksin të marr pak kohë, edhe të mos punoj. Sa u bën? Po u bën maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëntor, 7 muaj. 6 e gjysmë. Edhe sigurisht unë vi tek ty, shkoj tek kolegë të tjerë, sepse realisht është një gjë që më pëlqen ta bëj. Edhe domethënë për të ruajtur raportet me kolegët që nuk i kam mbajtur dot kur kam qenë shumë e impenjuar në televizion. Edhe shkoj një ditë te Piranjat në një format që ata kishin vendosur të delegonin këtë vit me sa kuptova. Editorialin e fillimit të programit dhe shpërndanin atë në të ftuar të ndryshëm, që ishin personazhe nga jeta publike, disa aktor, disa artist, disa gazetar. Njëri nga këto raste, domethënë më ftuan mua që të bëja editorialin e hyrjes programit dhe sigurisht në rrjet u shpërnda vetëm editoriali. Padyshim që Piranjat përdorën PR-in e tyre, domethënë një tjetër Piranja i bashkohet, le të themi, familjes madhe të Piranjave për sa kohë ti shkel studion e tyre dhe domethënë merr formën e tyre etj. Dhe ti nuk e ke ide, njerëz që më uronin urime, po pse fillove puna aty, po si, është fal, po ku, domethënë, njerëzit nuk lexojnë, njerëzit jo vetëm që nuk lexojnë, po as nuk dëgjojnë. Se leximi mund të jetë pak impenjativ, po të klikosh një gjë dhe minimalisht të dëgjosh, u detyrova bëra status në Instagram, që nuk kam filluar punë o shok. Kjo është një pjesë si me thënë, shkova në podcast e Rudi, domethënë. Isha e ftuar. Kaq. Domethënë i duan gjërat në titull. Nëse s'ua jep në titull, mund të mendojnë që të duan. Je abuzuar për te kësaj në këtë formë, je ndjerë se je abuzuar, unë personalisht me thënë të vërtetën. Si abuzuar? A është abuzuar me titull me me titull, po. Jo shumë. Jo shumë. Nuk kam qenë. Domethënë, padyshim çdo kush. Po me çfarë të thyen ty? Ne për zotin, nuk e them dot tani se jemi rrit, po. Pa ka dalë. Po bra batut, po ka dalë publikisht patjetër. Po si ishte? Po ke hall se e rikthem prap. E ke varrosur? Jo, mo çe varrosur në rrjet tani, po. Po bra batut kështu. Ç'a batuta? Po e ka pa dashur thash me dy njerëz me ngjyrë, kupton? Ishte Barsalet. Po ishte batut më, ke pse u ndave, e kapa me një dy kështu i thash me ngjyrë prandaj. Atë e morën e bën titull. Bap, edhe u shpërndan në rrjet. Prandaj duhet të kesh kujdes. Prandaj thon pastaj, pse vipat shqiptar thon? Nuk ka kujdes. Nuk ka kujdes. Pse personazhet publik shqiptar thon që janë të ngurtë në intervista sepse merren gjëra që thuhen
Thuhen në një kontekst të caktuar, brenda një shakaje ose brenda edhe pastaj merret ajo, bëhet titull dhe pastaj shpërndahet. Prandaj që ta dini ju, janë të ngurtë pjesa më e madhe e personazheve publik shqiptar. Po ne të dy tani nuk jemi vetëm nga ana e personazheve publik, ne jemi edhe nga ana atyre që I bëjmë këto tituj, kështu që. Kush? Ne? Ke bërë ti nga këto? Nuk kam bërë, po ndonjëherë mund edhe të kem bërë pa dashje. Ose nuk bëhet pa dashje. Shiko, jo pa dashje, se sigurisht showbizi I ka më të theksuara këto gjëra, aktualiteti I ka pak më ndryshe, por nëse perceptojmë që dikush më ka thënë një lajm dhe ti je shkëput nga konteksti, po tjetrit mund mos t'i pëlqej. Vërtet është. Sepse varet çfarë zhurme dhe çfarë rrëmuje bën gjëja. Është vërtet, është ajo lufta midis asaj që do donte të nxirrte I ftuari me atë që ti mendon se do shiste debate pafund të tipit që unë nuk e kam thënë këtë dhe ti thua po e ke thënë ja dëgjoje në video. Dëgjoje me audio. Të është dashur për shembull të tërheqësh? Po jo, se unë s'kam dashur të them këtë, unë kam dashur. E qartë. Të është dashur një të tërheqësh ndodh. Pa dyshim që më është dashur të tërheq, po ka një problem që gjërat kur dalin aty pastaj shumë Koca ta tërheqësh. Ç'vlerë ka? Koca ta tërheqësh. Thjesht mos thjet për fiksim të ftuarit. Te 4 apo te 3 te 5? 4, mirë, se na ngatër, se aty e ngatruan po. Deri tani je mirë. Jemi mirë. Je mirë. Je shkëlqyeshëm. Ti po çka kanë këto brenda kështu? Domethënë do bësh një shpjegim të këtyre? Po. O zoti i madh. Kurajo vlla, kurajo. Imagjino të lodhesh, strapacohesh nga trut për shkak të marrësh një recetë ta gatuash online. T'ia bësh, t'ia shtrosh, dhe thot çfarë ka brenda, si e gatove, ti thjesht e ke parë atë. Po si, më fal. Ore, ishte dashuri me shikim të parë me zotrin? Çfarë nën kupton me shikim të parë? Po jo, se unë kam shumë sikleto shablonet. Mos se si titull është kjo tani, dashuri me shikim të parë. Nuk të bëj asnjë titull më për zotin. Ore nuk do ta hedh fare, nuk ke hedh fare për intervistë. Mani më nuk kam për tani, do nxjerr vetëm fillimin dhe fundin. Ore bëj çfarë të duash. Ore nuk e nxjerr. Po si titull është, domethënë thua dashuri me shikim të parë. Amo ç'është kjo dashuri me shikim të parë? Po patjetër më. Po jo me të parë. Të dalë në origjinë tani të. Simo nuk ka pas një. Më bëri përshtypje me të parën, më tërhoqi vëmendjen, po dashuri. Nuk beson ti dashurinë. Çfarë quhen dashuri një? Si çfarë quhet dashuri? Edhe këtu e hëngra sallamin unë për shembull, se kur I thua çfarë quhen dashuri, varet çfarë nën kupton me fjalën dashuri. Çfarë quhen dashuri? Çfarë quhen? E ke seriozisht çfarë quaj unë dashuri? Po çfarë quhen ti dashuri? Pse? Ka shumë mënyra për të. Po si ti atë nuk ti tani çfarë quaj unë? Idioti. Ja ma thuaj kështu në gjuhë shqipe. Në kuptimin tim dashuria është ta duash tjetrin njësoj si veten. Po zakonisht njerëzit nuk e duan veten. Jo, kush thash njerëzit? Nuk e duan njerëzit veten. Ç'o thua Mara? Nuk e duan. Nëse njerëzit do ta donin veten, nuk do ishin kaq vetshkatrues. Kjo është tjetër gjë. Unë besoj që njerëzit e duan veten në lind me njeriu. Po pse janë vetshkatrues? Apo se u pëlqen ta vetshkatrojnë veten? Janë vetshkatrues sepse varet me çfarë problematika është ngritur, me çfarë stampa shablonesh apo sjelljesh të instaluara në kokë janë rritur. Dhe njerëzit që bëjnë sjellje vetshkatruese, nëse vetdisohen, do donin ta ndryshonin, por nuk e ndryshojnë dot. Pra, a mund ta duash në këtë sens atëherë? A mund ta duash vërtet dikë siç do veten tënde? Unë besoj që po. Kama, përveç fëmijëve? Po. Një njeri tjetër adult? E do. Sa veten? E do. Mund të duash veten ndërmjet ti ose saj. Jo, e do njësoj si veten tënde, edhe kur mund të jetë kundër interesave të tua ose edhe kur ka gjëra që mund të prekin egon tënde, ti tjetrin e do. Sepse për mua kjo është dashuri. Kjo është filozofike pastaj. Po si filozofike? Filozofike, ja ta them se. Dashuria e gjitha filozofike është. Mos ma trash mos më fol mua ashtu ti se si e në shtëpi tënde këtu. Ja, është? Ne të dy nuk do bënim dot, do ziheshim shumë se jemi sanguin shumë. Po, do kishim vësh shtëpi. Jo, mendoj edhe që mund të merreshim vesh mirë. Se flasim. Flasim shumë. Përgjithsisht po çaj që të niseshin për të gatuar një vezë për shkak të hante 4 orë. Harronin për çau nisëm. Nuk bëhet. Komshit do vuanin, e sigurt. Sigurt jo, po. Jo, e kisha në këtë sens. Unë them, ose kam dëgjuar njërin të thotë dhe më ka bërë shumë sens, që dashuria nuk është asgjë më shumë se një egoizëm. Pra, ti kur bën shumë për dikë tjetër ose vetë flijohesh, po them në emër dashurisë, ti e bën atë gjë sepse nëse s'do kisha atë njeriu, vuajtja që do merrje nga mungesa e njeriu është më e madhe se sa flimi që bën për ta patur atë. Po kjo është dashuria siç e kuptojmë ne. Dashuria siç duhet të jetë në të gjitha kuptimet e saj, është një shkallë që me sa duket nuk arrihet kaq kollaj.
që ti ta duash tjetrin njësoj si veten. Tani lind pyetja tjetër. Po ne, a duam njëri kështu? A kemi provuar dashuri kështu? Atë nuk mund të flasim, Kjo është unë histori e gjatë, pastaj, se zemrën jemi time e gjallë, dua shumë. shohim. Unë i martuar jam, kështu që nuk mund të flas për ti. Ne po flasim për te Flasim për te partnerëve tanë. kufizimeve. Zemra nuk të është personale. martesës. Po. Pse? Ç'ishte kjo për te kufizimet për se martesa çfarë është? Nuk është dashuri martesa, Jonida? Patjetër që është dashuri. Patjetër. Por Nëse kë? nuk do kishte dashuri, si do vendosje të ndaje jetën Kompromis, tënde kompromis. me dikë tjetër. Qëllimet, Kompromis. patjetër. Nuk bëhet martesa me kompromis. Si? Kush kjo e pesta? Ore vendosi gjithë ritmin. Nuk ftoj më prezantues, është here fundit në këtë jetë. Jepi. Jepi ti. Po pse më unë që kam ftuar të rjetën time. Mo ti na Koleg. merri aty na bëj 2-3 pyetje. Për cili, se një njëta intervistësh. Unë trajtoj si mbretëresh këtu. Ashtu, a? Prisa kam pyetje. Me mbretëresha e pikantes. Ba, sa shpifër shtë kjo. Ba. Pa. E doj që qikë. E nuk është djegje. Po shi sa mirë ka ardhë, Vërtet. Suada ka ardhë shumë mirë për zotin, është zbukuruar, po bën stërviti tani. Në shtëpi, pa. Qa stërvitje bën? Bën nga këto me pesh trupi, me ca pesha hedhje, me vogla. kështu? Ushtrima. Si ndjesh? Kanë ngrirë muskujt e këmbëve. Pas kam kuptuar që jam ndryshkur gjithë kohë. Kush është me e mirë, ti apo Grita Duma? E mirë në ç'kuptim. Vazhdo me E, po tani. Ma futi. Po Prap tani. në mirë në shkuptim. Ti do gjëra. E do analitike ti? Po si mund mos ta E do të analizuar? E mirë, jam unë, pra jam unë. Je me e mirë se Grita Duma. Po pse në ç'kuptim? Në të gjitha kuptimet lal. Si i bëre ti të gjitha kuptimet kështu për një herë në 3 Për mua, sekonda? çfarë mund të kuptoj unë sipërfaqe? Unë mendoj për shumë se ti je më simpatike se Grida. E para, imazhi, je më simpatike. Si pamje? Si pamje. Jo, mendoj që Grida është jo simpatike, është le të themi perfekte në portret. Mo Gjë që le unë nuk e tani. kam. Mos. Seriozisht, Ore, cili se është ju defekti vesh jot, me më fal të që ta kuptoj. Mua më dukesh shumë Tani simpatik. ti do që ta nisun listën e defekteve të mia? Edhe me veten je kështu ti më. Po dyshim. Edhe vetë si ja bën këto. Po dyshim, more. Po vetë. Po pra, ke durim ti, sigurisht që ke durim, se nuk duron është- veten me këto mendime. Po çfarë do mendime? mendime? Ka që keqe, mo ta shohësh veten pasyrë dhe thuash. Çfarë nuk e defekti kam. ke ti më i zonjë fytyrë për shembull? Thuaj defekt. Në fytyrë, Po. rrathet e syve. Nuk Ka ky. pak të rënë. Kam një kanal këtu te balli që e kam nga i mat, po më tregon ndonjëherë më të nervozuar kur s'jam. Që zakonisht je, çika. Kam shumë mimika në portret. Ajo s'është gjë e keqe, që kesh mimik, ai je ekspresive. Ore, jam ekspresive. Po. Kur e shoh veten, domethënë, A të ngjan çik me Gritën? përballë, po ka shiko, Ka ka një, shumë njerëz që thonë që ka Ke një- hije midis ke meje dhe një Gridës, midis Gridës edhe meje. Po për shkak të ndoshta një ngjashmërie ti paresh, ndoshta syt pak më të fortë, lëkura e bardhë, po okay. Ja, për shumë ti ke zë më të mirë se Grita. Grida ka zënë shumë të mirë. A vazhdon tani. Po, unë Kjo është Gritën e dhënë që dëgjoj, çfarë do t'i vetëm them nuk e edhe kur i them dëgjoj që je më mirë se Grita do thotë jo, pse e Po, thua? e di pse mua Me nuk mirë më se pëlqejnë Grita. këto gjërat bardhëzi. Ja, më lese se unë e thash më tepër si batutë, të dyja jeni. Më ngacmoj mua. E thash krijoja një moment çakaje, më po pse bëhesh kaq e ashpër? Po realisht mendoj se ti je më mirë se të paktën si gazetare, O Grida si moderatore, sorry. Si moderatore. Se komplet model tjetër. po pse më është model tjetër Po Grita? është nga model ty? tjetër. Po si më zonjë se tani Fut më shumë. luajnë menç kur më marrin këto studia dhe më tani thonë nga këto një gjëra. sekondë. Lutem, do flasim. Domethënë si mund të krahasosh një njerëz që ka një rrugtim tjetër me njëri që ka rrugtim tjetër dhe në fund të Krahasoj në rezultatin finale. final. Cili është rezultati final? Rezultati final të dyja keni moderuar, edhe talk show po themi që kanë nuanca ose ngjyra politike. Po, e pse duhet patjetër që njëra të jetë më e mirë apo tjetra të jetë më e mirë? Se më pëlqen mua. Mirë. Ti më pëlqen më shumë se ajo. Çfarë problemi? Kjo është çështje shije. Që ty të unë pëlqen thash. dikush më shumë se dikush tjetër, kjo nuk do të thotë që njëri Mallkime të Gritës. më i mirë se e shef. Grita të du shumë, unë e kam thënë dhe Kjo nuk publikisht, do të Grita thotë që njëri është më i mirë se tjetri. Jo. absolutisht që, shiko, natyra njerëzore bën krahasime të tilla patjetër. Për shembull, kush është më i mirë? Ardit Gjebra apo Adi Krasti? Të ndryshëm. Në prezantim flas. Të ndryshëm. Mo kam Ç'është politikisht korrekt, shihesh? po ti nxjerrësh kësaj materie. Ç'është shihesh? Ana nxori të ligat nga Ç'është jetë. shihesh? Kush të shijon ty më shumë, moj zonjë dashur? Në intervista krasta, Arditi më pëlqen Spektakël. në spektakle se ka një lloj butësie që krasta nuk e ka, po ka qëndrime të tjera krasta që i ka shumë të mira dhe më pëlqejnë shumë. Nuk jam unë kështu kategorike.
Edhe kur zgjedh, për shumë kur detyrohem të zgjedh, shkoj në Është dyqan. vërtet kështu Suada apo? Po, ky është problemi im më i madh. Shkoj në dyqan. Kam një trikot bardh, një trikot zez. E kam më kollaj ti marr të dyja, se sa të zgjedh. Ku jemi? Është binjak. Je binjak e ti? Ai, dhe shpjegim ti. Jo. Më në fund. Se unë jam ignorant me Binjake horoskopin, në nuk është. horoskop, jo kështu binjake në. Te kush ishim? Tek e pesa. Lere ti marr nga 2 herë me këtë që më. Tek e pesta? Merë 2 herë të pesën, haj, s'ka gjë. Se do kalosh 6-ën ti do thot. Tek 6-a jemi. Jo, më te pesta. Tek 6-a jemi. Apo te 5-a jemi. Te 5-a. Rudi. Më fal, e humba Dgjoj, tani. dgjoj. Po është e vështirë të ndjej këty dhe në jetën kot ha salc. Na e zgjodhe partnerin apo të zgjodhi? Ata e zgjodha. E zgjodha. E zgjodha, po shiko, nuk ishte kur e kujtoj atë periudhë për shembull. Ja sa është e bukur, më thuaj Nuk që është se nuk vdesur është për nga këtë këto moment. zgjedhjet që ti e shef tjetrin thua ky. Jo. Unë nuk e bëj dot, të them ky, po them unë gjithkohës bëj analiza dhe me veten, them ky, po pse kjo, ky? po kjo, po pse ajo, po prita shoh këtë. Dhe zgjedhja ka ardhur kaq graduale, do të thënë thjesht u bë fakt. Nuk pata unë nevojën të merrja në një moment të jetës një vendim. Divorci është i vështirë, mos e martesa nuk është ndonjë problem. Vallai, ai divorci shumë vendim i vështirë duhet të jetë. E ke menduar ndonjëherë? Uf, ma po, ku ka njëri se mendon sa herë Jo, që unë për i zotin ngrihen nuk nervat. bashkuar. Divorcin mo? Mo vjen ta mbys, a ti hedh për shembull qumësh tek peshku, kupton? Ti bën një gjë të tillë. Ose ti fut rrobat lavatriçe të pi sikur i laj dhe mos i laj. Ndonjëherë shumë nuk e mendon Po jo. ti të marr. Divorcin? Po, Asnjëherë, asnjëherë. Po gruan e ke pyetur mendon ndonjëherë? Tani unë nuk do të hyj tek punë për të ajo. Nuk kam mund tani. Por realisht, se ti mendon divorcin sa herë zihesh me partnerin? Sa herë ziem jo, po kur ka ndonjë, kështu që më. E ku do vesh ja u divorcove? Po mirë, ma, S'do kesh një datë ajo hallë. është përgjigjja e mendimit. Të dalin ëndrat, o Jonida. Unë shoh shumë ëndra. Jo, domosdoshmërisht. Çfarë ëndrash? I ke më shumë me fobi, domethënë janë të ngarkuara negativisht apo? Kam një ëndër që e kam me fobi, që më duket sikur përsëritet? Vite të tëra që e shoh. Po ajo thoni që është. Ha, ç'është? Ajo E kaluar. Ëh. Mbasa. Si është ëndra? Nëse mund ta ndash. Deti që vjen dhe unë që kam një ankth madh për të vrapuar, domethënë ky deti që ngrihet edhe vjen, ke parasysh Si sinkone tip tsunami. nojes, si tip tsunami, si një po nga mbytje këto kështu. po kështu mbytje masive. Ato ëndër e kam shumë të shpejtë. Të përsëritet e njëjta. Po. Në forma ndryshme, në momente ndryshme. Herë është Adriatik, herë jon, po që Varet nga peizazhi. po që normalisht është kjo mbytja. Nuk di ta interpretoj. Shumë e lashtë duhet jetë si Po. Të kam thënë ndonjëherë në memoria. Vask për shembull. në Vask, ka pasur Vask kanë kohën tonë, po tash në legendë. Po ti nga përmeti je. Po çmë, Jo, qytetarë janë ishte përmetarë, Vaska mor buri Po dhe. qytetarë janë përmetarët. Po le të jenë Ju qytetarë. kishit edhe banjën të keni pas brenda në shtëpi, lukse. Po, kushdo që ka jetuar në qytet i ka pas banjët në shtëpi tani, mos më çmend. Në Tepelen thonë që nuk është ashtu. Jo, more. E tmeshme. I kam Tepelen zgjidhi ngacmoj. I kam Tepelen zgjidhi, ju dua shumë, un kam shumë njerëz nga. Falë se i rash mikrofonin nga Tepelena miq, edhe më kanë. Kështu që nuk është e vërtet. Se duhet kujdesesh na shajnë direkt Tepelensit Po për që koment. nuk është se ka ndonjë diferencë madhe nga jetimi me ata që janë nga Tepelena. Një natyrë është, një prerje është. Domethënë Shikoj çka. ngjyra shumë të K. Ja atë. Atë shoqën time? Jo shoqen tënde, shoqja jote është ka gjak patjetër nga Durrësi. Shko këtë tjetrin, se dhe ky Tepelensish. S'ka diferencë ai me mua. Jo. Madje ai më duket më i butë në pamje se sa ti. Më i butë ai në pamje? Ai thjesht ka paralizë të lehtë. Jo, më duket më i butë A në pamje paralizë, se sa ti. vazhdimisht kështu nuk Ti ka. ke pamje më të egër, ndërkohë që mund të jesh më i butë. Më i butë si jam unë. natyrë. Edhe ti më të egër ke pa. A mendon se për shembull pamja e egër ose unë nuk të quaj agresive absolutisht, po të quaj si maj për maj thonë gjuhë popullore. Do të thënë nuk e le përgjigjesh. A mendon se është një mekanizëm për shembull për të ruajtur një bishtësi që mund të ketë individi? Pa dyshim. Unë jam ajo. shumë e butë. Je e butë. Shumë e butë. Nuk e ka pa njeri akoma, megjithatë. Ekstremisht e butë. E si e kupton që je? Si e kuptoj që jam e butë. Ndjeshmëria që ke ndaj situatave që ndodhin. Po, justifikoj çdo lloj gjëje, edhe ato që janë të papranueshme. Do të thënë je aq empatike sa që je në gjendje të kuptosh edhe gjëra që do t'i dënoje moralisht. Po, nuk e besoj që e bëj për tjetrin, e bëj që të kem një lloj paqe me veten, nuk mendoj asnjëherë versione negative. Nëse dikush më vjen më thonë si ta bëri ky, si ta bëri ai, truri im në mënyrë automatike proceson çka ka menduar, çfarë rrethanash ka qenë, po e ka bërë se nuk i dihet, se dhe nuk dua të shoh njerëz si armiq. E kam shumë problem. Ku jemi? Te 6-ta. A je krenare për karrierën që ke bërë në media? Jo.
Ku jemi te 6 tanë? Do përgjigjet shkurtra? Jo. Dakor, nuk ka asnjë problem. Pse si e krenar? Ashtu vazhdojmë me përgjigjet shkurtra. Do doja të kisha bërë gjëra më të mira saq. Çfarë do quhej për shembull arritje? Suada çfarë do që më shikon ashtu? Shumë mirë po shkon intervistë. Arritje? Çdo format, Ta kishe më të mirin. ja them unë. Çdo format që un kam bër, e kam menduar më ideal se sa ka dalë në realitet. Po nuk e përcakton dot ti sa i mirë është. Unë nuk e përcaktoj dot pa dyshim, po në perceptimin tim do doja që çdo format të kishte dalë sipas modelit ideal. Po. Ata që ne kemi menduar në fillim. Dhe jo i ndryshuar apo i rumbullakosur apo i shkurtuar nga rrethana. Se janë rrethanat që ndikojnë. Kjo të mërzit në fund. Cila është rrethana që zakonisht i thyen skenarit ideale që mund të bëjnë shumë njerëz të zotë brenda medias? Paraja. Kostot. Kjo është një gjë që besoj se i thyen të gjitha ose shumë ëndra shqiptarësh në çdo fushë mase. Pa dyshim, por kur ti merr përsipër të krijosh diçka, domethënë nuk mund të pretendosh që të krijosh një diçka të mirë nga hiçi dhe ndërkohë ta kesh edhe me kosto të ulta. Se tek ne është problemi që kostot duhet të jenë të ulta, jo që mos të lajthisin. Edhe kjo detyrimisht që i zvoglon formatet. Po pse s'kan lek pronarët e mediave, Jonida? Po kanë, po jo për të krijuar kaq shumë. Pastaj kjo është një përgjigje që ti e merr po të hapësh ekranet sot. Ti e kupton aty nëse kanë lek pronarët e mediave apo jo. Po kanë ata, thjesht nuk hedhin. Po ta shiko, media është një biznes, ata nuk do hedhin lekët, do i marrin nga shtëpia, do shesin asetet e tyre që të prodhojnë formate. Këto, marketingu nuk ka para. E diti se sa para marketingu shpenzohen sot apo sa buxhet marketingu ka në territorin e Shqipërisë në një vit? Jo. Po ta disha të shifër, ti do kuptosh se sa mundësi reale ka për të bërë produkte shumë të mira. Janë shumë pak për kaq shumë prodhime. Jonida, si ka mundësi që i kesh flokët me kaq shumë shkëlqim? Edhe unë ashtu mendoj, për shembull që edhe reklamat, për shembull kanë probleme. Krijimtaria ka probleme. Është fushë që do shumë para. Ja të ta them unë. Krijimi do para. Të ta them unë. Nuk është problemi te krijimi. Nuk frymëzohet dot njeriu për ditë si një fabrik llaçi. Jo. Krijimi do kushte. Jo, por nuk është vetëm kaq, se edhe ti edhe mund të rish ta krijosh. Nuk mund të bëj sasi dhe nuk mund të bëj cilësi gjithmonë. Dakor? A mendon se i ke flokët më të bukura se të miat? Absolutisht jo. Balukja jote këtej djathtas, domethënë. E djatha? Është kjo apo 32-shi. Zona 32. Mundohem, me thënë, për gjithë ata që dalin me shumë flok media, bëjnë sikur çfarë bëjnë, vështirësi është të bësh media me flokun tim. Dakor? Dhe të pa mbjell. Dhe të pa mbjell, apo ti të kisha të mbjell unë. Nuk e mbjell mollë mullinj si vjet. Kjo ishte super batut. Të pëlqeu? Shumë. Është e vërtetë. Sa bukur. Hajde kismet mot. Të sjell çik vaj ulliri? Kam, po do më sjellësh. Jo, po kam, mbaj atë dhe nuk ka problem. Kam nga i vjetshmi more. Të vjetshmi mbaj, është shumë mirë. Edhe unë e di që vaji nuk duhet, jo pra, vaji nuk duhet të vjetrohet. Kush ta ka thënë ai që ka dhënë vajin që ke nga ai? Ma kanë thënë këta specialistët e vajit. Ta kanë shit apo ta kanë dhënë? Ore ju të mediave përfitoni ndonjëherë kështu, janë aty për shembull që 400.000 lekë më ka kushtuar vaji mua që ta di. 400.000 lekë, sa litra? 40 litra. Mbaj mend, po mora shumë. Dhe kam akoma, prandaj them që kam akoma. 40-50 litra. Kam marr. Me 8 ose 10. E di sa bën vaj për ta thënë për kuriositet me 13 e kam bler. Me 13 e ke bler. Aq bën vaj ekstra i vjetër i ullirit. E di. E kam sinqerisht, po pse që kështu. Franci thua, e bën bashkë me mua, ne bëjmë vetë vaj se jemi nga borxh. Shumë mirë. Minimumi kostos është 13.000 lekë. Ta dish. Edhe ai që ta ka dhënë aq, i bie që i ka ullinit e tij. Nuk e di ai ka të tij apo jo. Ve naftën, ve njërin dhe tjetrin. Je zonja në Nikoqirepsi të paras. Jo. Lemeri. Je keq, e? Po si ka mundsi llogaritë e botës i bën kaq mirë, moj? Ku çu llogaritë kujt bën? Po ju dilni na jepni mend në për emisione, më. Kaq kushton kjo, kaq kushton ajo. Çi bëni lekët vet? Nuk janë të botës ato janë lekët tona. Po ndryshe kur i menaxhon vet, ndryshe kur ti menaxhon tjetrin. Tjetri ti kërkon llogari vet. E qartë. Pa ja, unë nuk besoj që ç'a do joni, fal. Ajo është aftësi më vete, të dish të menaxhosh para. Pse s'bën biznes? Po nuk është kaq kollaj të bësh biznes dhe ki parasysh një gjë që biznesi është eksperiencë më vete. S'ke eksperiencë. Zero. Domethënë nuk është biznesi nga ato gjëra që në një gjë të caktuar për shkakun. Të jap ide origjinale? Idera, sa duash. Më jep një ide.
Ide origjinale fare, që ty të mendoj se mund të shkoj. Të merre me Lokal kafe, po me tekengo me gota plastike, spektakolare. Oh, çfarë do të thënë spektakolare, do të thënë ke fitime shumë. Nuk diskutohet. Po nga Ma ka kafja ka raport shumë të lartë fitimi. A marrën burrë se këto legjenda do të thënë që ke Nuk është legjend fare, janë pasuruar gjithë. Shife tjetër. 500 kafe do t'i shesësh ditë. Njëse, po ja, këto llogarit i kam shumë siklet. Që ti të bësh një biznes dhe thuash ja vlen apo si ja vlen, minimalisht duhet shohësh një plan biznesi. Çfarë plan biznesi thuat? Ja ta bëjmë plan e biznesit. Ha, ma bëj një herë. Komun Parisi. Ha. I ka 10.000 banor zona? I ka. I ka 10.000 banor. Po themi ajo zona qendrore, po. Sikur 5% vinë nga ata. Jo më shumë, 5% po të them. Ja 2%. Janë 200 veta në ditë. Nuk e di. Ja ta them unë që janë 200 Nuk e veta në di. ditë. 200 kafe do t'i shesësh? Aha. Po. Sa lek? Sa 200.000 lek. 200.000 lek në Po. ditë. Xhiro. Vetëm kafja. Xhiro. Xhiro. Ha. 70% është se kafja ka shumë fitim. Okej, sa shpenzime do kesh? Po ja pra 70% është fitimi. Si më Iku, në një ujë nuk do ta marrin një njëri se zoti thatë buza njerëzve. Edhe një ujë do ta I marrin. bëre fitimet, po shpenzimet? Po pra një sekond. Po unë po them xhiro. Nuk po them fitim. Ore, Një sekond. Ti kuptosh Një sekond. se një biznes është Një sekond. i mirë apo i keq? Mos e trash, pse e trash mua bim? Pse s'ma le iden, pse s'ma le iden ta çoj deri në fund? Mirë, ma mirë, Dy kështu- tavolina birash nuk do të vinë dark. Këto idera, nga këto idera. Dy tavolina birash do të vinë. Nga këto idera ka. Po ja pra, 6 milion mira në lek. ditë. 6 milion lek në muaj. Ku i bën ti 6 milion lek? Lë një menaxher, 2 kamarier, një banakier. pse Maroj, se- ide e kopsitur se komplet. ke bërë Kush ta që s'e kam bërë dhe s'kam dështuar. Dgjoj, ku dështove? Cili nga parashikimet ishte i pasakt? gjitha. Se me që e ke provuar, të gjitha. Ja, kjo idea për shembull që e kanë shumica e njerëzve, që thonë, biznes, po çfarë, po pse do punoj për tjetrin? Po, vdes shqiptari tjetë si përmarrës vetë. Shiko, nuk është Nuk se e është gjë kanë keqe. keq. Po, ajo gjë që kuptoj unë, duke parë pak a shumë edhe eksperiencën e tim shoqi, biznesi nuk ka asnjëherë asnjë gjë të sigurt dhe do gjithmonë që ti të shpresosh dhe të fillosh po njësoj ditën e 1 milion, siç ke filluar ditën e parë. Te shtata. Harruam për çfarë kemi ardhur. Për të ngrënë apo për të Kemi ardhur folur? për të... Kush kjo është e shtata? Shtata po. Si është? Akoma se kam Edhe kam provuar. shumë çik dorën, po ta shohësh nga 1 te shtata. Tani më thuaj ide të biznesit. E di, no bobo, e ku shkërce na ploni, ku shkërce na... E di sa po gëzoj, e di sa po lumturohem që po ta shkaktoj këtë gjë. Ose tani e kupton si jam dirë në gjithë këtë intervistë. Këshum ke djeg. Moj Suada më the 7 apo te 9. A, pse ke pas informacion para prak. Te 9 kanë thënë po i ndryshuam radhën. Beson Suadën? Ja, tani mund të imagjinoj si je në një vakiti. Se idiot që je. Kush e pak që ma thonë. Nuk do jeta se fundit. E kjo si për nas me ujtë do t'ule buka. E mbaj më kur kam qenë fëmijë. Qa do t'ull buke? T'ul buka. S'kemi, nuk e ham bukën, ka karbohidrate shumë. Ku e lama? Ku e lam, ha rusha. Si, do dhe rushin të i... Do t'ju ake. Urdhëro. Faleminderit. Të lutem, dash. Po ku e lam tek fakti që pasi kemi sqaruar gjitha idetë e biznesit për t'i pasuruar njerëzit, doja të pyesja, a je konserva... A konservatore unë? U zgjua. Jepi çik qumësh, lere Sofi. Qumshi e di si qetëson. Për zotin, qumshi çdo me një. Nuk e ke iden. Mos po tallesh. Të betohem. Mos pa qa njëri në spital. Konservatore the? Po, konserv peshku. A je konservatore apo progresiste? Si mund të bësh njerëzve intervistë mbasi? E po kjo është e bukur e pra. Pasi ke hedhur në erë, mora. E kupton si e nxjerr lekun me gjak me zë. Po jo ti, por jo. Shvërtet me gjak. E nxjerr. Jam Ne. Kush Me ju? gjakun ton. Unë s'po të paguaj për këtë. Kjo Ore, me gjakun ton e nxjerr lekun ti. Pse me gjakun tuaj? Po Me është gjakun vuajtje tim. ma. Unë e bëj gjithmonë këtë.
Vazhdo, se s'do ndajmë gjakun tani, ha. Unë kuptoj që ti ke ardhur për të promovuar. Dhe absolutisht. Mos fol. Ke ardhur për të promovuar se ka librin e ri që ka shkruar Receta gatimi dhe si të krijosh një ferm në zonën e Mallakastrës. E vetmja gjë që mund të këshilloj njerëzit sot është si ti ikësh nga puna. Si ti ikësh nga puna është e thjeshtë. Si ti ikësh nga puna dhe mos të vuash për faktin që ke ikë do ishte një libër akoma më i mirë. Se si ti ikësh nga puna, unë për shembull divorcin e mendoj vetëm me punëdhënësin tim, atë e mendoj shpesh. Si të divorcoj, po vazhdimisht. Më fal shef. Ke punëdhënës ti tani apo po? Kam për momentin, po kam. Ke? Kam. Nuk ta them dot emrin se është akoma s'ka dal, po do dal dhe unë. Nëse Kam kërkuar në Big Brother për opinionist. Nuk e them dot më shumë se aq, nuk tregoj. Nuk marr më seriozisht të gjërat që thua se unë direkt, domethënë marr seriozisht gjërat. Ama jo, për zotin, ti nuk e mendon se unë mund ta meritoja të punoja për shembull, se kjo është pasaj racizëm komplet, që nuk e mendon se unë mund punoja të isha opinionist Big Brother. Po edhe mund të isha. Nuk më përgjigje për atë. Jam konservatore apo jo? E më ma thuaj të keqen se ti po të pyet. Jo, nuk jam fare konservatore. Pse si je konservatore? Po si jam, pse ti jam? Çfarë nuk kupton me konservatore? Me konservator kuptoj gjithë ata njerëzit që kanë një lloj teorie mbi të cilën jetojnë dhe është e qëndrueshme, që nuk ndryshon me kalimin e kohës. Janë fiks në disa ide, në disa qëndrime dhe nuk ndryshojnë me kalimin e kohës. Kuptoj. Ndryshojnë me vështirësi, janë më rezistent ndaj ideve të tyre. Më shumë, domethënë më të ngurtë, më ortodoks nëse do përdorja një shprehje tjetër. Ndaj them nuk është e thjeshtë të shprehesh në shqip dhe thuash fiks fjalën e dur. Duhet eksperiencë shumë e madhe. Unë nuk jam fare kështu, unë ndryshoj mendim për shumë shpejt. Je progresiste në kuadrin e potencialit të ndryshimit mendimit në varësi të rrethanave në cilat ne jetojmë. Pa dyshim. Okej, në këtë sens jam dhe unë. Gjella me kri, por. E mos e bisha ka. Ti e ke kuptuar besoj që unë kam qejf ti them, ç'a je duke bërë tani? Ç'a sa e lyeve prit? Okej. Më e keqja kjo. Jo, më s'është më keq. Ti ha këto pikantet? Po. I pëlqen? Po. Çfarë pëlqen të këto? Më pëlqen të vuaj. Një kam qef, më. Po ka njerëz që pinë heroin për shembull, çfarë të pëlqen. Mirë, okay. Është ekstaza. Është një salsa aqdjekse. Saqë të djeg aq shumë, se që në momentin që të lë. Shkoputesh nga realiteti fare. Po, je sikur ke marr kërpudha. Kërpudha duhet të jenë tjetër gjë blet. Nga e di ti? Kam dëgjuar, kam parë dokumentar, duket shumë interesante. Me të dëgjuar e ke gjithmonë. Nuk ke kuriozuar asnjëherë për shembull të. Për kërpudha? Porcini. Domethënë, shiko, nëse ka një gjë për të cilën unë jam konservatore. Është tek drograt. Jam te drograt. Po pse ajo kërpudha për shembull marrin në Silicon Valley, për shembull marrin microdosing dhe arrin t'i hap diapazonin. Interesante, kam parë dokumentar, kam lexuar pafundësisht. Bilet kurojnë dhe smundje ankthin çrregullimet të. Ajo thon bën një reverse të trurit. Moran nga të pukës. Totalisht. I bëra me makarona asnjë rezultat, lart shumë të shishme. Po jo tani. Janë nga ato të tjerat që e di Franci ka marrë, ka treguar. Ka takuar gjyshin. E fundi substancë që unë kam hasur edhe shoh që po studiohet shumë, është një substancë që quhet ibogaine, është një bim nga Afrika, dhe ajo thonë është mrekullibërse për trurin e njeriut. Po kujt ja mban të futet? Jo, ajo është shumë e mirë dhe e konsumojnë disa fise. Jo, ajo është ayahuasca, Ayahuasca është ajo. Ajo është shumë efektive, realisht po ta shikosh komunitetet që e konsumojnë si lënd, arrin të zhvillojnë aq shumë trurin, sa që kanë ndërtuar kolibe, kanë ndezur zjarr, janë shumë të avancuar realisht për shkak të mikrodosës. Ashtu ë, e mos e më thonë dhe racist pastaj, po unë ta them sinqerisht. Te betoni. Ajde Arudi, ajde. Zhvillimi, shiko. Tani po pse ma bën këtë tani? Ti e di që unë jam liberal dhe unë nuk jam racist, se unë. Pse u bëre cinik? Nuk është cinizëm. Është reflektim i realitetit. Dëgjoj që një njeri. E di që kur vajten europianët, që ta them këtë gjë, që mos duket racist. Kur vajten europianët për herë të parë në Afrikë, afrikanët, dhe këtu ka historian afrikan që e pranojnë, i kanë konsideruar zotër. Zotër, për shkak të avancimit teknologjik. Po çfarë do të thonë kjo? Jo thotë që ishin më të avancuar. Po sot, po flasim sot. Edhe sot janë më të avancuar. Sot, padyshim. E ke parë nga vjen Obama. Fshatin e Obamës. Ore do më dëgjosh apo vetëm do flasësh? Do më dëgjosh apo vetëm do flasësh? Do të dëgjoj, deri tani vetëm ti ke folur, sigurisht intervistë për ty, ë? Okej, se jemi dy këtu. Dakor? Pas ke qenë i thekur, domethënë, më zor pas ke pritë të flasësh, dëgjoj. Pas ke qenë i thekur. Sot një nga sfidat më të mëdha të gjithë vendeve të zhvilluar, gjithë njerëzve që i kanë arritur të tëra në jetë, është të njohin
Vetveten. Veten dhe raportin. Në plan personal, po jo në plan shoqëror. Plan shoqëror është të kesh shërbim spitalor, të kesh arsim, të kesh siguri, mos ketë përdhunime, mos ketë. Kriza më e madhe sot është ku po shkon planeti. Ku po shkon kjo botë? Askush nuk e di. Çfarë po bën teknologjia dhe në çfarë drejtimi po shkojmë ne, çfarë do të ndodhi nesër? Je shqetësuar për planetin me raftika? Po bie teoria e ngrohjes globale. Jam kurioze. Kurioze, dakord, kurioze jemi gjithmonë, por nuk je shqetësuar. Jam kurioze të di se si do ndryshoj vetdia e planetit. Kush komplimenti më i bukur që kanë bërë ndonjëherë në jetë? Si bën kota, sigurisht se ku ka gruaja që nuk ka qejf komplimente. Si do mos komplimentat e burrave, domethënë. Sepse gratë bëjnë komplimente më të mira për shkak. Komplimenti më i bukur që unë pra, këtu më dil. Ha më dëgjuar. Që ke menduar të thonë? Më pëlqen. Jo, e kam dëgjuar. E ke dëgjuar, ta kam thënë. Më pëlqen shumë mënyra se si i rritur ti. Kaq. Këtë ta ka thënë babi? Jo, babi im nuk besoj që ka qenë aq i vetëdijshëm se si jam rritur unë. Besoj babi im do të ka qenë të njëjta sfida prindi që jemi ne sot në pozicionin e prindërve tan, më ka thënë dikush që e ka lexuar. Qartë i ka bërë përshtypje kjo gjë ta fund. Mënyra se unë jam rritur. Si natyrë si personalitet. Nuk kemi produkt nga hiçina. Ore, lyeve ti? Lyeve them? Mua më ndogji, si ka mundësi se do ishi. Tani ta dha, jerit me. Që ka pas ka vjen çik me vones, e di. Se mua më erdhi. Po ti ke ngrënë më shumë. Kam ngrënë më shumë, po ka ngrënë më shumë tërsi unë, kështu jam më tolerant. Edhe ti edhe i pëlqen. Rudi. Jonida, si të thrasin ti? Si të thrasin, është Nida? Jo. Joni? Nida s'më kanë thritur asnjëherë. Mami ka pas thirrur Joni kur kishte kur donte çun. Kur donte thoshte një gjë të mirë, ishte më të mira. Okej. Për këtë li. E Joni, për këtë li. Kur ishte më nerva. Jonida! Më ka thirrur edhe Ida. Ore, po ti do të ftojnë Vakikun ty, për zonin. Ti e qan portretin e... Unë nuk qaj në për Vakira. Nuk qanë për Vaki, qanë më vonë? E ke problem të qash publikisht? Jo, po nuk qaj. Kam shumë vite që jam ngurcuar pak. Je ngurcuar, Edhe unë vetëm për qenin kam qarë. Me që se jemi të qenë. Për qenin kam qarë. Edhe unë, qatë qarë kam bërë për qenin. Edhe të them, do me thënë që kam qarë, jam çliruar. Qave dhe për të gjithë tjerët, bëndoj, që s'kishe qarë. Po, do me thënë çlirova, gjithë ngarkesën e shumë ikjeve të hidhura që kisha pësuar vitet e fundit. Dhe nuk di pse u çlirova pikërisht në atë moment. Rudi më gropose me këta. A tha se më gropose me këtë pyetje, po... Me që se jemi të Vakia, tha më gropose, Rud. Wow! Më do gjithë më, është, ama, djek, po pëlqen ta. Nuk më pëlqen gjëra. Nuk të pëlqen gjëra? Ja. Çik dhimbje, mendon se duhet çik dhimbje në jetë? Dhimbja rrit njëri, jo. Për shembull, si mund të rrisë kur i bie cepit tavolinës me gisht këmbës? Me gishtin e vogël të këmbës. Si mund të rrisë ajo? Të rrit. Mund të vlerësosh faktin kur ndalon dhimbja thua dhe thua që sa mirë kam jetën. Jo, kupton që shpras mendjen për gjëra koti. Mund ta përballosh. Dhimbja të rrit me vërtet. E kam me vërtet. Të rrit më të bën të shohësh gjërat e tjera më të parëndësishme. Domethënë të shohësh të vogla gjërat që janë të vogla, të shohësh të mëdha gjërat që janë të mëdha. Unë kam darë mendje të flas seriozisht, ti vazhdo. Kush është dallat, Po jemi absolutisht, kush është një skenar ideal tani për jetën tënde? Si e imagjinon kështu? Po pritos se skenaret bëhen në fund të jetës, unë jam akoma në fillim. Për të jetuar në fillimin e kujt? Të fillimin e jetës. Unë tani po kuptoj çfarë është jeta. Qartë, mund ta kuptosh edhe 83 kupton. Ja, 83. Do ta kesh kuptuar jam dakord me ty. Ka njerëz që vinë dhe ikin dhe nuk e kuptojnë. Ose kuptojnë diçka, po ju për të jetuar kanë jetuar, po varet ç'a kuptimesh dhe ç'a vetdijesh kanë pasur. Unë mendoj që në këtë moshë kam kuptuar ca gjëra thelbësore. Çfarë kupton? Çfarë është një gjë thelbësore? Kjo nuk është fare. Një gjë thelbësore është që ne jemi thjesht kalimtar dhe jemi thjesht vëzhgues të kësaj eksperience. Okej, dhe çfarë bën me këtë konkluzion për shembull? Çfarë bëj? Po. I shoh çdo gjë që më ndodh si vëzhguese. Ti jep më shumë rëndësi pra? Jo, nuk ju jap rëndësi, nuk përfshihem. Okej. Nuk e vë veten pjesë, pse kështu, pse ashtu.
po kjo, po ajo, dhe nuk e konsideroj veten gjithmonë timonier që ta kthej këtej që të shkoj aty, ta kthej këtu. Domethënë ai është një jeta në konsideratën që kam unë tani, është një rrugtim ku ne jemi vëzhgues dhe jemi aty për të mësuar. Kaq. E pe, e mësove, vazhdo, prit të radhës, prit mësimin e radhës, të radhës. Çfarë do bësh me këto mësimet në fund? Nuk e dim po. Edhe unë mësime kam marrë shumë, lëndën s'po kaloj dot. Ky është qëllimi. Lëndës se kalon asnjëri. Si jam I vetmi pra. Jo, po çfarë? Po dalin kështu avancime shkencore Jonida? Si të doli ajo klif. Të dal avancime, mund të vemi mbi 120 vjet Jonida. E ke marrë parasysh? Do kemi mundësi të mësojmë më shumë. Po një moment njeriu duhet të mbaroj fakultetin, domethënë që duhet bësh diçka me ato që ke mësuar. Tani rrugës na futen në të thella, tani më na fut në variantin që... Po tani unë bësha kam, thot, i serios, bëm serios, më thua, Jonida tani nuk mund ta vendosësh ti çfarë do bëjnë shtëpitime, kupton? Deri ku do të shkosh më zotëri? Do të shkosh të flasim për jetët... Ndaj duhet të shkoj, kem një apartament mund ndajt, larg. Për jetët e mëparshme dhe për jetët e ardhshme. Beson tek më jetë më për kështu? Besoj, po. Beson, ke qenë ketër për shembull të kaluarën? Jo. Aligator? Jo. Gjarpër duhet kesh qenë ta siguroj. Jo, more. Nga syt. Jo, ke gabim. Bëja një Jo, e ke diçka tek e ke. Çfarë? E ke tek gjak ftohtat. Sy të ftohtë? E ke tek diçka më sjell, diçka të frikshme. Beson për shembull mund të kesh qenë një njeri tjetër apo beson se ke qenë një formë tjetër? Kam qenë një njeri tjetër. Dhe nuk mban mend asgjë. Një shpirt tjetër. Nuk mban mend asgjë ama nga njeriu apo ke mbart diçka nga njeriu që mund të jetë subkonscienca. Patjetër që një pjesë të mirë subkonsciencës ne kemi të lindur. Bebet kur lindi, nuk lindi me të urim bosh, Rudi. Rindin me pakete, kanë serverin të Unë nuk mbushur. maj mend. Ti s'mban mend, po si e dihet ti se si pije qumshti te gjoksi i mamit? Ti thua që në jetën e kaluar mund të kemi qenë një viç. Jo. Po të them tjetër gjë. Po të them që ne kur lindim, kemi ca instikte. Vim me një vedije. Po, një instinkt, jo vedije. Po ajo instinkti në vetvete është një formë e trashëguar e një mënyrës se si ne ushqeheshim më përpara si jemi ushqyer gjithmonë. Gjeneratave thua. Po pa diskutim. Është e vërtetë, është një teori që I mëson shumë kësaj. Thotë se si eksperiencat caktuara të gjeneratave të caktuara, pra luftra, probleme, sëmundje etj. Me radhë. Emocionet janë gjendje të kalojnë tek gjenerata tjetër, por kjo pak a shumë është evolucion, pasi nuk është rimëshrim. Shiko, mund ta quash evolucion, mund ta quash... Okej, në këtë sens e thua, që ka një lidhje... Është një gjë që I bashkon të dyja. Edhe shkencën, edhe këtë besimin që është më pak shkencor dhe më pak I vërtetueshëm shkencërisht. Në një gjë më të madhe se ne? Po? Si e kam vënemrin akoma. Nuk I ke vënemrin. Pra nuk ke lidhje fare me fet, nuk është se... Po, më pëlqejnë, domethënë ka besime që më pëlqejnë edhe në rituale. Unë jam rritur në një familje që është gjysmë ortodokse, gjysmë bektashie. Edhe më pëlqejnë ritualet, më pëlqejnë të shkoj tek vari I stërgjyshit tim që ka qenë sheh etj, që ka pas një legjend që ai ka shpëtuar fshatin, pasi është futur me ditim, pastaj ai ka vdekur, fshati I ka rritur fëmijët dhe ka rënë shi dhe prandaj ai ka vdekur, le të themi një lloj vetë sakrifikimi. Është legjenda e stërgjyshit tim në fshat në Përmet, në Podgora, po. Dhe nga krau tjetër besoj edhe tek ritualet e kishës, tek ëngjëj, tek Zoti, tek Jezusi, tek drita e qiriu, tek ameni si mantra. Ke bërë yoga? Po. Ke bërë dhe yoga? Edhe unë? Po. Kam bërë, more, pse bën ashtu? Nuk më beson njëri që kam bërë yoga. Kam bërë. Problemi që jo ti pse je I pabesueshëm. Jam I pabesueshëm unë? Po në qoftë se ata s'të besojnë që ke bërë yoga, pse s'është problemi tyre dhe jo imi? Do të bëj pozicion yoga tani? Ta vërtetoj? Më bëj kobra. Kobrën s'ta bëj, do buall? Po mirë, bëj bualli, pra. S'ta bëj do ta. Ka me të ngushta. Bëj cat pose. Po qa cat pose shumë, unë cat pose nuk e bëja. Downward dog. Atë e bëj. Okej. Qa ratë se qeni? Jack Russell. Jack Russell është qeni që unë me Jonidën në fakt jemi njohur ndërmjet qenve. Ku jemi njohur te Kopshti Botanik duke shëtitur qend. Po. Ishën atëre të vegjël. Edhe ne të vegjël ishim atëre. Kanë kalu hy. Ti je 2 vjet më e vogël se unë apo jo? Se di. 54 jam unë. Aq. Më I lezetshëm janë, nuk do të keq. Jo. Në fakt të surprizon.
Se priset... Po prisja seriozisht të më thoje... Jo, realisht, unë jam 88. 88 veti? Jam qerë fare. Mos më shiko si jam i vrarë. Ka vrarë emigracioni. Që ke vogël fare? Po ti duhet të rishur të fare, mos të flasësh, të thjesht të dëgjosh. Po pse ç'i ka Je moshë? shumë i vogël, mora. Sa jeni? 82. 82. E më mirë se 5 vjet, 6 vjet diferencë. 5 vjet, 6 vjet Unë thash sa diferencë. Jo, 6 vjet më e re dukesh. Unë duke më i vjetër ti më e re, pra praktikisht na marrë edhe një moshë. Po jo, si duke më re. Nuk besoj që duke fiks moshën që kam. Shiko, ti mund dukesh mosha jote nëse dukesh për shkak të faktit që kemi 50 vjet që shikojmë në ekran. Dhe për shkak që ke dhe një mendim dhe një postim dhe kështu rrp. Aha. Po jo si je shikoj kështu. Po jo si apo jo Suada. Ja, Suada për shkak nuk duket fare që është 44. Jo, Suada është e mbajtur shumë. Një qeshti. Nga hëngrëm djetën se më le. Jo, te djeta s'kemi arritur. Po mos ma humbë ritmin. Pse? Po prit më të na ikin nënta njërë. Së ka ikë nënda e majmë dhe në qikë. Më thuaj qikë tani po aktron, kam dëgjuar. Pa. Që është kjo muhabeti aktorimit me ty? S'le me profesion pa bërë. Po njeriu do të sfidohet, do të provoj binjakët o binjakët. Binjakët. Të kurioz nga natyra. Besoj, për ka të gjëra që më përshkruajnë. Unë 2 gjëra i kam shumë inat, realisht. Horoskopin dhe akrepin në horoskop. Edhe horoskopin dhe akrepin në horoskop. Akrepin pse? Veqa ka, akrepi është vajza ime, dashuroj. Vajzën time, jo horoskopin. Nuk besoj. Po që funksionon. Edhe unë nuk jam nga ato njerëzit që lexoj horoskopin për ditë, Marian. Jo, funksionon horoskopi. Si filozofi e ndarjes së njerëzve apo impaktit që njerëzit kanë në varësi të energjisë që ka qenë ditën që ata kanë lindur, energji po pse dita lindjes planetës dhe jo e ngjizjes? Se organizmi fillon në momentin që ngjizesh. Po edhe mund të fillojë. Pse s'është direkt pas atij. Sepse Rubi një cigare, aty nisti. Po, ai momenti kur ti e shef dritën e diellit, aty fillon historia jote. Deri në atë moment ti je pjesë e historisë së nënës tënde. E vazhdon pasi ti je varur komplet nga nëna jote edhe pasi lind, po. Mirë. Po që pse mos ta quajmë? Po si energji krijimi. Po mirë, dakord, po nis që në momentin që pa diskutim, aty shpërthen energjia, aty vendos. Del një energji e re pra. Pa diskutim. Por nuk është edhe kaq e papranueshme që ti fillon dhe lexohesh edhe fillon të kenë ndikimin në momentin që del në dritën e diellit. Mbase. Dhe nuk e kam hyrë me kaq themeli, po të kesh koti i hymër ose. Jo, pse ti nuk e zgjidhim dot. Ke qef të hysh edhe unë kam qef të hyj. Duhet patjetër që kur i hyn një gjë ta zgjidhesh. Mirë është të zgjidhen ca gjëra që janë probleme. Po jam mashkull, nuk e ke kuptuar. Meshkujt i hyn një gjë për ta zgjidhur. Kjo është diferenca me gruan. Gruaja hyn një gjë thjesht për të hyrë. Pra. Mashkulli hyn një gjë. U kuptuam. Po i zgjidhin meshkujt do të gjitha gjërat. Jo, prandaj nuk i hyn gjitha gjërat. Pra, po nëse ti nuk i zgjidh dot ca gjëra, nuk do të thotë që mos ti hysh për ti kuptuar minimalisht. Pse mos ti hysh diçka e tjetër që ka më shumë vlerë, një gjë që e disa gjëra ka për të hyrë, mund të bësh sport, mund të bësh. Po them ti hysh çdo lloj diskutimi pafund e pa krye, po gjëra që janë të interesante dhe le të themi e zhvillojnë mendimin. Jo, absolutisht unë do doja shumë të diskutojmë mbi horoskopin. Ja kështu. Kurse të kthehemi tek unë, domethënë me që nisëm me horoskopin, një natyrë kurioze, shumë natyrë kurioze. Po, binjak, natyrë shumë kurioze. Dhe deri propozim për film. Që edhe mërziten shpejt me gjëra. Përgjithësi kur nuk i sfidojnë gjërat, më thonë, e çfarë. Të sfidoj kjo. Gjëra të reja. Mundësia e bërit një film. Ishte një film, ishte një gjë shumë e shpejtë, ishte një propozim për një rol të vogël nga një njeri që unë e kam, le të themi shok prej shumë kohësh, që është Tur Hysko, me të cilin ha po qan, me të cilin e kemi punuar në fillimet e Turit dhe në fillimet e mia në Vision Plus, dhe kemi ruajtur një lloj respekti dhe dashamirësie për njëri tjetrin, duke mbajtur mend njëri tjetrin siç kemi qenë ato vite, po edhe duke parë zhvillimin e njëri tjetrit. Dhe Turi më thotë, kam një rol, po bëj një film, ishte gjithë si përmarrje jetës tim, u duk nga angazhim shumë interesant, shumë energji etj. Dhe do doje ti ta bëje këtë gjë. Unë po që po ka kështu gjëra të bukura të lezetshme, them po. Pse jo? Domethënë. Edhe ja kështu e bëm. Çfarë bën ato? Në 19 është? Në 19 nëntor është premiera. Kazerma. Është ndër të tjerë është dhe Junita Sheu aty. Jam dhe unë. Nuk mund të zbulojmë shumë emra, por po, traileri i ka zbuluar aktorët kryesorë. Po si s'më le të them një gjë të besi interesante. Si s'më le. Po mirë më bëu interesant. Nuk mund të themi që është Drini për shembull. Po jo, atë se thua dot, domethënë se. Turi gjithmonë si përmarrës, bravo atë djali, bravo.
bravo, Turi. Po, Turi edhe mua më surprizon gjithë. Po, është ambicios shumë. Nuk e di, është i pashteshëm ai djalë, vetëm bën. Shiko, ambicios mund të jenë shumë njerëz, po jo të gjithë ja dalin. Jo, po ai është dhe djalë punëtor. Ai është ambicios, dhe me sa duket eficient. Eficient, është eficient. Bravo, i qoftë. Aftësi e rrallë, jo shumë e shpeshtë. Ta provoj? Provoj. Po ti ke njërë që loton, si ta provoj? Kush loton? Unë lotoj nga emocionet që më falet ti. Mraft, pika mua. Nuk e folur për kazerme. Mraft, pika. Suada ta provoj këtë djetën, më? Provoj, thot Suada. Jo, provoj, kam sinqerisht provoj. Shi qa bën? Po ku qanë kokë ti për kaq, po. Ta mendosh që... Po, më tani, unë nuk po them që qaj kokë, po... Sinqerisht i ke to lërë... Po si kur tjetë në njëri alergjik të ngelet në dorë këtu, e ke menduar? Apo burat, si burat. Tjetë alergjik në njëri të ngelet në dorë? Po, mund tjetë alergjik në ndonjë nga këto. Po kemi ultrakolten, bravo. Na ke pyetur në ti, kemi jemi alergjik, po një formular këtu. Ajo ka spec djegës dhe piper. Po mund tjetë alergjik ka pikante, më rëzë. Po si më gjizojnë. Si 2 orë më brapa. Si më gjizojnë, 2 orë më brapa, po që përgjegjësi kam unë. Ashtu, Ti pik burë. Jo, realisht. Nga ta dim që, dhe me dhe në qëse ti... Ore, do ma bësh atë pyetjen që ke bërë, kujta kështë bërë në fundit jo? Se po e dëgjoja dhe më vinte për qesh. Po ta bëjmë pyetjen... Buri jot ideal. Po si mund t'i pyesësh? Orit. Si mund t'i pyesësh? Vdes për këto pyetje. Këta në pyetje idiote, po vdes. Që ke këto pyetje, buri jot ideal? Vdes të dëgjoj përgjigje idiote. Seriozisht e ke? Po një pyetje e tillë, një përgjigje idiote do ketë. Po patjetër më po, nuk do njeriu pak idiotësi brenda vetes, kështu thot Bukovski. Lëre veten të shkaz dhe të bëhet çik idiote, se serioz mund të bëjmë. Cili është skenari i burrit ideal, kam në sensin si e përfituron një figurë. Të gjithë kanë thjesht bëjnë kompromise rrugës. Po, unë them që gratë burin ideal dhe nuk të dha asgjë. Po, nga shumë pak. Dakord. Gratë burin ideal, përgjigjen më të saktë dhe më të vërtetë mund të japin mbasi kanë provuar që kanë zgjedhur një njerëz me të cilin jetojnë. Pyet mua cili është buri ideal sot. Një kusht duhet plotësoj vetëm. Të pyes? Ha, më pyes. Jonida, kush është burri jot ideal? Dhe ta dëgjoj shumë mirë Orin e bie, dëgjoj çfarë thotë. Jo, Ori, jo. Jo, po edhe Ori. Dëgjojmë Oro. Se nuk e di Ori, mund të jetë tip që zgjohet herët në mëngjes, po unë sot burin ideal do ta klasifikoja, duhet plotësonte vetëm një kusht. Tek kusht. Të zgjoj herët në mëngjes, dhe të më linte mua të flia. Gëzuar. Zgjohet kaq vonë burri? Vonë nuk zgjohet, por për gocën zgjohem gjithmonë unë edhe vuaj shumë. Okej. Kush zgjohet e ju? Perrem, grue. Se unë jam në punë ato. Se pas ka zgjedhur idealin, pse çfarë punë bën ti? Punoj kamarier në një lokal natë. Në 7 mbyllim, në 7:30. Çoku Vinca grup, çuna shkupton. Edhe unë jam ai pjatave. Po në qoftë se dëgjoj ti ai që fshin lokalin në fund. Pjatat, thjesht ngro. Po në qoftë se nuk do kisha atë punë, do zgjohesha herët? Për vajzën edhe për gruan? Edhe ta lije gruan të flinte në mëngjes, po ti pëlqen. Nëse do kisha gjit i jepja po. Po mirë, nuk po flasim periudhën e gjirit. Më e rritur. Qa moshe, 18? 9 vjeç. 9 vjeç. Po, patjetër do zgjohesha. Absolutisht, mua më duket minimumi që mund të bësh. Domethënë burri jot ideal është njëri që të marrë përgjegjësinë të lejë ty nëse ke kaq nevojshme të flesh që të flesh. Po re, ndonjëherë interesi do të thotë. Gjëra i interesat ja kshu ndajmë, për gjëra të vogla kush do çohet. Ti je tip që nuk do të zgjohesh. Kaq, ky është problemi jot. Nuk është problem i vogël. Mos seriozisht e ke. Zabir, dakord, ky është burri jot ideal sipas një grue të martuar që vuan gjumin. Po nëse do ishte një grua e martuar që vuan gjumin. Përveç se do duhet zgjoj herët, po themi që ta kesh në xhep atë gjë, si do ishte burri ideal? Sigurisht ke disa se ti e thua që është pyetje idiote, por në fakt nuk është dhe nuk ka pyetje idiote. Burri ideal për mua është burri që flet. Domethënë ti do një burr grua. Shpjego. Po, në këtë kuptim po, pse jo? Po jeni të dyja që flisni, domethënë. Do gjeni ndonjë burr. Ja, nuk unë flas, unë jam burr që flas. Po kompensimi është një grua që nuk dëgjon. Jo, për çdo grua që mendon se flet zgjuar, ka një burr. Rudi, unë nuk besoj të këto shablonat. Ti mund mos besosh, po kështu është. Është si të them toka është e rrumbullak, unë nuk besoj në shablonizëm. Për ty. Shiko. Burrat kanë një mekanizëm shumë interesant. Nuk të ndalojnë të flasësh,
Po nuk të për sa kohë nuk bezdisesh për faktin që pjesërisht nuk dëgjojnë. Nuk dëgjojnë. Po, nuk dëgjojnë dhe unë, për shembull, nëse do të flisë aq shumë, domethënë nuk do dëgjoj, do dëgjoj vetëm gjërat esenciale. Kushta shumë. Po shumë duket sikur flet. Sepse nëse do ta flasësh gjithçka, diskutosh, edhe të futesh diskutimeve që nuk kanë një qëllim në vetvete zgjidhjen, po kanë qëllim vetvete eksperiencën e diskutimit, do thotë që je sapioseksuale për shembull. Ke qef njerëzit nga Po patjetër, çka ka të keqe? Përkundrazi njeriu nga komunikimi zhvillohet. Kupton më mirë tjetrin, ka duar, ka dhe toker. Ka nga ata që bëjnë, ka dhe ata që flasin. Po, unë nuk po them që vetëm të flasin, të mos bëjnë. Po minimalisht, duke folur, unë besoj shumë të e folura. Ti kupton më mirë edhe veten tënde dhe kupton edhe tjetrin më mirë, kupton vendimet që duhet marrësh më mirë, vendimet që ke marrë përpara kupton më mirë. Qartë. Unë dua që njerëzit të shprehen. Po, është ajo që thot Peterson që thot për drejt, të flasin, të shprehen, të shpjegojnë veten, ndjesitë, mendimet, veprimet. Peterson thot që aftësia jonë për të menduar është në raport të drejt për drejt me aftësinë tonë për të shprehur, sepse normalisht e shprehura është mënyra se si i kanalizon dhe i strukturon mendimet e çrregulla që kemi në kokë, sigurisht. Por megjithatë ka njerëz që janë shumë efektiv. Nuk e ka shpikur kot njerëzimi, nëse do besojmë te teoria e evolucionit gjuhën. Po, pra. Çfarë kemi? S'kemi më kohë? Si mbaruama? E kupton që se ndjeve fare? Jo, për të ndjerë, e ndjeva unë. E ndjeve prej salzës, po për intervistuesit jo. Dhe kjo më ndodh gjithmonë. 10. A ka diçka për shkak se o bit gjithë thuar? 10 ndjesi. Nëse Barcelet nuk do më thuash ti, nuk di në Barcelet. Gjithë thuar thonë Barcelet. Ë? Jam njësh i Barcelet. Je njësh i Barceletave ti? Thonë Barcelet pra. Një të shkurtër. Të shkurtër. Ishin 7 xhuxha të këtë. Ua, pse këtë mendim ke ti për mua? Të them Barceleta me 7 xhuxha. Jo, të shkurtër. Barceleta martesa është të them. Hajde po një. Isha një herë unë tha. Po kjo më ka bërë shumë për qeshur. Në fundit mund të kem qenë dhe unë kot në humor të cekët ato ditë. Mos e analizo Joni Dalere ta thuaj. Edhe ma ka thënë një kolegu, ka shumë rëndësi për mua Rethana, kush ma ka thënë se ma ka O zot i madh. Një gruaje i Spuri. Jupi. Ja. Edhe i shkojnë të gjithë për vizitë për ngushëllim. Dhe të parat ishin komshiat. I shkojnë në shtëpi, thonë, ngushëllime, të vdiq buri, thonë, vdiq. Po nga se, helmim. Helmim, thotë. Helmim, pas ka të helmim. Qohet njërë nga këtojtë. Po si kur kishte shenja dhune, thanë, tha. Po nuk do në të tapinte. Amore, gjitha e pu, qëfar për rezistenca, nuk do në të tapinte. Është e bukur. E bukur është. E bukur është sidomos për gra që mendojnë shpesh divorcin. E ke menduar edhe këtë? Ja. Ke menduar njërë ta helmosh? E zeza, ja, kur. Jo vdekje prush, ta helmosh thjesht një diare, një javore ta bësh. Fare, Ja. Po pse duhet shkoj deri aty? Po mund të ketë mërzit vërtet shumë, nuk dëgjojnë zakonisht burrat. Po për të dëgjuar dëgjon, more. E shef? Kjo zgjidhet shumë kollaj. Aparat. Jo. Zgjidhet divorc. Jo. Bie në qetësi, ai del për punë edhe keq. A ka diçka që do ta thuash, kishe të ndonjë Barcelet tjetër të bukur? Domethënë të bukur, jo si kjo. S'e pisha. E tregove shumë bukur dhe që ke aftësi për të aktuar. Vërtet i tregove shumë bukur Barcelet. Domethënë në publik ka të tjera kritere për tregim të bukur etj. Po grupi im që është shumë e mua. Ke humor. Jam fani po. Je fani. Jam fani po. Në rrethet ngushta po jam fani. Je e kundrejt njerëzve që ke dhe Po, konfidencë, patjetër, jam në shtëpi, jam si në familje, në shoqëri etj. Për nga fakti që qesh me gjëra domethënë nuk qesh let, do të thotë që ke një filtr të mirë. Qeshurash ndonjëherë varet se të kapi budalliku. Mirë, okay, mund të qeshesh edhe me gjëra budallike. Ajo batuta jote për shembull që si vjet kemi mbjell ullinj ishte. Ishte e bukur. Kam një lloj sens humori. Aha. E ky është lloj sensi humori që më pëlqen tek njerëzit. Ky imi. Ky lloj humori. Që është kështu, midis budallajt dhe dëgjuarit. Qartë. A ka diçka që do ta shprehje në këtë emision dhe unë nuk këtë podcast dhe ti unë nuk të pyeta? Te sa bukur e formulova si pyetje. Nuk e gjej dot tani. Kur ti iki zakonisht më vjen këto mendime. Mirë, ma bëj me telefon po të pres veten në podcast. Do të çoj një voice. Po ku diun tani nuk më vjen. Duhet të përmendje diçka të promovosh librin që po bën? Po nuk është akoma koha promovimi, promovimi ka fazat e veta. Do bësh libër?
Do ta bëj një libër? Ku di, nuk e di. Nuk e di. Do Sa pikturë? kam qëllim. Pikturon? Do doja shumë. Ë, pikturë. Ke dorë? Kisha. Dorë kam qef shumë. Dorë, stërvitam. Qartë, nuk mjafton. E di. Qefi. E di. Edhe unë kam qef për shembull, po luaj futboll, po që Qefi shumë i rëndësishëm. qefi nëse të argëton shumë i rëndësishëm dhe bëje. Mrekulli, nuk na the diçka tjetër. Në çfarë do të them tani? Çaj, prekëm gjitha Suada, lam diçka? Suada të lutem, thuaj nëse kam lënë diçka. Atëherë s'ka. Të gjitha? Sot për sot. Për sot për momentin i tham të gjitha. Okay. Salsa ti kalove super me sukses, domethënë i tolerove në një lloj forme që më habite. Kot the që. Për i pun kur të shoh veten aty do të smerrohem. Pa thashë të prit kur shkojnë në shtëpi. Jo, kur shkojnë në shtëpi, nuk besoj të japin me vonesë këta. Po t'japin, po. Ha? Miq, kjo ishte Jonida Sheu, e pat absolutisht brillante me përballimin e salsave. Unë personalisht kam shijuar shumë diskutime me ty, realisht thënë. Sinqerisht, mund të kemë bezdisur në një gjë. Nuk kënaqem. Po, e shijova maksimalisht. Ishte shumë sfiduese realisht. Do kisha qef. Po, je sfiduese në sensin e intervistimit se je vajzë e zgjuar më shumë me eksperiencë. Kaq, pse mos u bë modeste kot tani ti e di kush je. Jo, kur ke një njeri përballë që ti kuptohesh, nuk është sfidë. Jo. Sfida është kur ke një njeri që nuk të kthen përgjigje, nuk të ecën muhabetin, nuk të ecën bisedat, kupton ndryshe për ndryshe. Po, në sensin absolutisht je shumë bashkëpunuese, domethënë të falenderoj shumë dhe besoj se të pash një lloj dimensioni që nuk para. Po, jo, megjithëse, jo. E ke, jo. Pse? Pse do? Jo, kjo je. Kur e mendon faktikisht unë mbase sta një këtë dimension. Ti një më të ëmbël me qenushin atëherë të kopsh po tani kishe më sjellshme. Mbase ishe më re, dje më pak kishe më tronditur, më pak e rronditur do të thoya. Jesi. E miq, ju falenderoj shumë që na ndiqni na duroni. Çdo të hënë ora 18:30, sigurisht mos harroni ta bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Duhet falenderoj sponsorat e mi që pa ta ku do shkoja. Go Plus, mos harroni lojën Go Plus, klikoni aty dhe mund të fitoni një supermarket Kodigo Tequila më premium në botë pa diskutim, ose të paktën në Shqipëri nuk diskutohet fare. Kam sinqerisht, këto arrin dhe 12.000 euro një shishe. Nuk kam të t'jap, do doja. Paske 24.000 euro aty. Që ka mbaruar. Që nga bosha. Besha ka më plot është. Duket kamera? Çënci ka. E kemi pirë këtë. Do që? Jo, nuk pi alkool. Nuk pi alkool. Falenderoj dhe gjithashtu sallamet tona, që janë sa tonat edhe tuajat, me produkte fantastike, shqiptare, shije të ndryshme, materiale të ndryshme, mish sigurisht, po dhe materiale të ndryshme, po mish viçi, mish pule, mish derri, përbërje të ndryshme, urdhëro, si të korrigjon. Dhe Argjendari Donaldo, majuten e thash, Majute me super oferta, futuni në aplikacionin Majute 0% interes dhe sigurisht tani i përgjoni tek Majute, sepse janë dhe këto kolaborimet që kanë, partneritetet që kanë dhe mund të keni dhurata nga partnerët e tyre. Dhe Argjendari Donaldo në fundit, cili kujdeset që të na dhuroj dhe një urdhëro për ty kjo është për ty. Ua, me vërtet ke është posh. Do na japësh në fund se një kemi. Maskara. Jam çik maskara. Vdes kur më thon idiot. Si gjemi. Ajo është me gogla kështu, po dhe me ar, është ar, nuk është se është. Mos mendoj se po t'i japim. Është 200.000 lekë, domethënë, ta dish. Mos i japin gjërat, ta vendoste dora kështu, se disa të shkon me nuk e ke iden. A mo lese e ka nusja këtë shki. Është nusja se ke marrë. E ke marrë pa leje, do ta heq prap. E presim montazh. Thashë te e presim, ja presim dorën. Argjendari Donaldo, super. Të pëlqen? Është e bukur, shumë e bukur. A më thuaj çik me entuziazm. Shumë Po zoti madh. Wow! A më të shkon realisht? Ua, po më shkon mua patjetër. Se kam është dora, sa nuk është. Është po padyshim. Okej. Padyshim. Miq, thënë gjitha kjo, mos harroni, Jonida Sheu e gjeni çdo të premte në diskoteka DJ. Jonida, ku do të shohim tani në ekran? Nuk e di, po besoj, jo, në një kohë të shkurtër jo. Nuk, përveç daljeve. Inshallah gjenoj punën Jonida se vështirë. Nuk e ke keq. Punë ka shumë, sa duash. Punë ka shumë, por Jonida tashmë është selektive absolutisht. Edhe më pëlqen shumë që po shijon faktin që në këtë është gjë më e mirë. Ja këshilloj kujdo që në një fazë të caktuar nuk dihet mirë. Absolutisht. E kam provuar dhe vetë. Ja 4 vjet po gjej ato punë. Realisht. Ja ku jam në ran flokët. Takohemi të hënën tjetër, deri atëherë puç.